Trump shpërthen Putin dhe Zelenski kanë një urrëtie jo normale dhe krijon pengesë për marrëveshje. Pas fjalimit të mbajtur në Forumin Ekonomik Botror në Davos, presidenti amerikan Donald Trump foli për një bashkëbisedim mbi situatën globale duke u ndalur veçanërisht tek lufta në Ukrainë dhe përpjekjet për arritjen e një marrëveshje paqeje mes Kievit dhe Moskës. Trump u shpreh se fillimisht kishte menduar se konflikti do të ishte i lehtë për të zgjidhur, po sipas tij situata është ndërlikuar ndjeshëm për shkak të armiqësisë së thellë mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ka shumë urrëtie mes Putin dhe Zelenskit. Kjo nuk është e mirë, është një urrëtie jo normale, deklaroi presidenti amerikan. Ai theksoi se Rusia ashtu dhe Ukraina janë të interesuar për një marrëveshje paqe dhe se Shtetet e Bashkuara po përpiqen të luajnë rolin e ndërmjetësit. Sipas Trump, palët kanë qenë disa herë pranë një marrëveshje, por procesi ka dështuar për shkak të refuzimeve herë nga njëra apo tjetra palë. Jemi afër, në shumë momente kemi qenë shumë pranë një marrëveshje me Rusinë, po më pas Zelensky refuzon ose ndodhe kundërta. Është shumë e vështirë të ruash balancën, u shpreh ai. Trump e cilësoi situatën në Ukrainë si një gjakderdhje të tmerrshme duke vënë theksin te përdorimi masiv i dronëve në luftë. Dronët po vrasin mijëra njerëz, duhet të ndalojmë këtë, tha ai. Presidenti amerikan bëri të ditur se pritet të zhvillojë sot një takim me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, gjatë ditës duke shtuar se palët ndodhen një moment vendimtar për arritjen e një marrëveshje paqeje. Janë në një pikë ku mund të bëjë marrëveshje, nëse nuk e bëjnë janë budallënj, dhe kjo vlen për të dyja palët, u shpreh Trump, duke shtuar se beson se refuzimi i një marrëveshje do të ishte një gabim i rëndë.